Vajza përgatit kafe për prindrit. Tani duhet u bëj edhe unë një kafe, se vetëm këta po na vinë vërdallë, edhe gjëja e paktë që mund të bëjmë është një kafe. Edhe kur bëhet dhe mbi sobën me dru, që zihen avash avash, o zot, bëhet perfekte kafja. Kuptohet që prindrit e mi pinë kafet në filxhan të vogël, siç e pinin një herë në një kohë. Mos shikoni që neve tani pimë nga një kusi kafe. Këta i duan kështu tradicionale me pjatën, me filxhanin e vogël dhe të gjitha. Kafja do shoqërohet me një fetë shëndetli, të cilën shëndetli e ka përgatitur mami dhe babi. Edhe recetën do t'u apostoj së shpejti. Shikoni tani, në qoftë se kjo kafe nuk të shijon në njerëz dhe nuk të vetëm unë në barke, edhe me shëndetli në anë, dhe me këtë pamje është gjëja perfekte si të fillosh mëngjesin. U përshëndesim nga Shqipëria, të kaloni bukur.